Përshëndetje dashur miq. Dje në pasdite jemi njohur me raportin apo rekomandimet e Komitetit Shqiptar të Helsinkit për sa i përket inspektimit që ata kanë kryer në ambientet e paraburgimit 313 në Tiranë, ku veçarisht tek kushtet për të kontrolluar dhe parë nga afër kushtet për presidentin e Republikës zotit Ilir Metaj. Nga ky konstatim dhe nga ky vëzhgim i Komitetit Shqiptar të Helsinkit është arritur në një përfundim dhe dija ishte bërë publik na dërguar dhe ne si përfaqësues ligjor, padyshim edhe për mediat. Ja konstatuar në fakt ato që unë kam thënë prej kohësh, prej gjithë këtë periudhë në media, që në fakt askush ose dikush i ka marrë edhe nuk i ka marrë seriozisht ato që unë kam denoncuar dhe deklaruar, pavarësisht se vetë presidenti zoti Meta nuk është ankuar, nuk ka bërë viktimën. Dhe kështu që dje ky raport është raport shumë i rëndë nga pikpamja e lirive dhe të drejtat njeriut, të cilat rëndojnë mbi drejt për drejt me qeverinë shqiptare, Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Në këtë raport unë jam i detyruar për hir të transparencës dhe së vërtetës dua t'ua relatoj ju dhe keni durimin të dëgjoni dhe pastaj të nxjini vetë analizën lidhur me këtë raport. Atë gjatë monitorimit referua se drita e tualetit ishte djegur prej kosh dhe askush u përpiqej ta rregullonte. I njëjti shqetësim u ngrit edhe në zilën e emergjencës. Ky fakt u konfirmua edhe nga vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit gjatë misionit të monitorimit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit vlerëson se mungesa e dritës së tualetit të qeverisë bie ndesh me kërkesat e nenit 33 paragrafi i parë i ligjit 81/2020 për të drejtat e trajtimin e të paraburgosurve. Pra, zoti Meta kanë qëndruar rreth 18 muaj pa drita në qelinë e tij. Më kuptoni, kjo është. Gjithashtu, kjo situatë është në cënim i parashikimit të nenit 20 e kështu me radhë. Lidhur me zilën e emergjencës, gjatë komunikimeve me nën drejtorin referua se ky sistem nuk ka qenë ndonjëherë funksional në JVP. Pra, zila e emergjencës, njerëz është fjalë zila kur shkon në spital që duhet të thirrësh infermierin se mos kesh apo doktorin apo mjekun që mos kesh kur kesh shqetësime kështu me radhë. Pra, është një zile emergjencë e cila në fakt funksionon për gjithë të tjerët, por këta janë badakçinj të Drejtorisë së Burgjeve dhe kanë verifikuar edhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit që nuk punonte vetëm tek dhoma e zotit Meta. Lidhur me zoti Meta referoi se trajtimet në mënyrë diferencuese, duke mos u lejuar të marrin ajrim 2 herë në ditë si pjesa tjetër e burgosur, si edhe duke qëndruar në mjedise të hapura më pak se 2 orë në ditë. Kjo ankesë u verifikuar nga gjetjet e monitorimit të kryer në librin e Juredaljeve në periudhën 6 deri në 9 prill 2026, rezultoi se kozgjata e ajrimit ka qenë më pak se 2 orë, ka qenë 40 deri në 90 minuta në ditë. Ky fakt bie ndeshje me pikën 1 të nenit 37 po të ligjit për drejtat dhe trajtimet dënore paraburgosurve, i cili garanton jo më pak se 2 orë ajrim në ditë. Një shkelje tjetër është zoti Meta u ankua për takimet me përfaqësues e partisë politike që ai drejton dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Llogariten si takime familjare duke kufizuar numrin total takimeve të lejuara së paku 4 herë në muaj, sikurse ka evidentuar edhe në korrespondencat e hershme. KLSH vlerësoi se ky kufizim përbën shkelje të nenit 51 të ligjit 81/2020 përsëri për trajtimin e të paraburgoseve. Duke deputetët nuk kanë të drejtë të hyjnë në institucion pa autorizim paraprak, pa asnjë kufizim të shprehur në numër takimesh. Pra, deputetët e parlamentit nuk duhet të hyjnë në takime si familjarët më. Deputetët e parlamentit kanë të drejtë të hyjnë sipas kushtetutës dhe ligjit rregullores Kuvendit të Shqipërisë sa herë të doj kokra e qefi dhe do takojnë këtë doj qefi në dhomat e paraburgimit. Është një drejtë jo shqiptare, por është një drejtë universale. Dhe kjo është mohuar deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për takuar zotin Meta. I paraburgosur ankohet se është ndaluar nga pjesëmarrja e lojrave të organizuara për disa muaj rasti, duke kufizuar vetëm në mundësinë e lojës pikpongut, e cila praktikisht bëhet e pamundur për zhvilluar rregullisht për shkak të procedurave të brendshme që kërkojnë miratim me shkrim nga të paraburgosit që duan të luajnë këtë lojë me të, por nuk ka shprehur interes për të marrë pjesë për të luajtur me zot. Pra, këta kanë kufizuar, kanë më presion edhe të paraburgosëve të tjerë, të cilët kanë interes që më luajë pikpong me zoti Meta, duke i thënë atyre jo, ju nuk dua luani, me qëllim që edhe zoti Meta mos të dalë të luajë pikpong, se ju e dini që pikpongu luhet në dy. Një tjetër shkelje është
Vlen të theksohet se në përputhje me standardet e rregullat evropiane të buxhetit dhe praktikën e Gjykatës Evropiane të Drejtat e Njerëzit, autoritetet duhet të sigurojnë se çdo i paraburgosur të ketë mundësi efektive për aktivitet fizik të përgjithshëm dhe pjesëmarrje veprimtari sportive të organizuara si element thelbësor për mirëqenien fizike dhe psikologjike. Në çështjen amnej dhe të tjera kundër Rusisë, gjykata ka theksuar se mungesa e aktivitetit fizik të rregullt, sidomos kur kombinohet me kushte të tjera të papërshtatshme mbi popullim, mungesa e ajrimit, kufizimit dhe të tjerë, mund të arrijë pragun e trajtimit degradues, duke sjellë cënimin NN3 të Konventit Evropian të Drejtat e Njerëzit. Pra, ata këtu përsëri kanë shkelur jo vetëm konventin, po edhe vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtat e Njerëzit, duke i mohuar atij, ndaluar atij rreptësisht pjesëmarrjen me aktivitete me persona të tjerë. Zoti Meta referoi dhe një problematikë që ka të bëjë me me solucionin dhe me paraburgosit në tërësi, sikur është mungesa e bibliotekës. Mungesa e një biblioteke është cënimi parashikimet të neni 2 të ligjit pikës 2 të neni 47 të ligjit 281/2020, ku parashikohet se pranë çdo solucioni të ekzekutimit vendimeve penale krijohet biblioteka për botime bashkëore periodike kështu me radhë. Zoti Meta parashtroi se pastruesit e punësuar pranë institucionit nuk pastrojnë dhomën e tij dhe se ka referuar disa herë këtë problematikë, por nuk është dhënë zgjidhje, pavarësisht se sipas neni 35.1 po të ligjit paraburgosit, mjediset dhe pajisjen e nevojshme të garantimit të higjienës personale, në pikën 2 të një dispozit parashikohet se çdo institucion siguron shërbime periodike të mirëmbajtjes së pastrimit të mjediseve. Pra, edhe këtu e kanë lënë, nuk i pastrojnë ambientin ku ai qëndron, që sipas ligjit është detyrë funksionale e drejtorisë së burgut. Meta referoi se është ndaluar disa herë të takojë me media dhe pse është pajisur me leje nga prokuroria posaçme SPAK. Konfirmojnë parashikimet e nenit 49.3 të ligjit 81/2020, i cili garanton të drejtën e të burgosurve për komunikim me median. Gjatë monitorimit konstatuohet se regjistrimi i numrit telefoni nga lista e autorizuar për burgos është kryer pas një akt administrativ formal, por me urdhër verbal të ish drejtorit të këtij institucioni. Pra, i kanë prerë telefonatat me deputetët e partisë së tij apo me kryesinë e partisë së tij, pa një raport të shkruar, po me një urdhër verbal nga një drejtor PiS, komunist, legend, patronazhist, posaçi, një antihuman e kështu me radhë. Kështu që në vimësi të monitorim konstatua se paraburgosuri Ilir Metaj nuk është njoftuar lidhur edhe me vendimet e datës 8/7/2025 për dhënien e masës disiplinore për jashtim nga veprimtaritë të përbashkëta për 14 ditë. Pra, administrata e burgut, duke marrë shkas nga një telefonat që ai më ka bërë mua si profesor ligjor, dhe unë isha në një studio televizive dhe ndërkohë gazetaria pati ju krijuar mundësia dhe bëri 2 pyetje zotit Meta, ata nga ky marrshkas nga ky veprim, ata vendosën që atë ta izolojnë për 14 ditësh, për të cilin nuk kanë nxjerrë akoma një vendim dhe nuk e kanë vendosur në dispozicion as atij dhe as mua si përfaqësues ligjor. Pra, dhe tjera shkelje të lirive drejtat njerëzit. Një gjë duhet kuptoni njerëz. Unë kam folur, kam 10 muaj që flas për këtë gjë. Dhe askush nuk e ka marrë seriozisht, sepse duke kuptuar që këtu njerëzit janë të ndarë në sa sklevër, janë 2 lloj sklevësh në Shqipëri, sklevrit e fushës dhe sklevrit e zyrave. Janë sklevrit e zyrave dhe sklevrit në teren. Dhe sklevrit e zyrave, që i shërbejnë regjimit Ajatullahut të Tiranës, bëjnë këto lloj veprimesh. Po unë jam i bindur dhe kam thënë dhe në media, gardian, shef regjimi, drejtor burgu, ministër drejtësie dhe inkuizitor i gjithë kësaj historie është vetëm njëri, Edvin Kristaq, Spiro, Koleka, Rama, Aneta, Kristaqi dhe Soi dhe Sorolopi Edi Ramës. Pra, kjo është sot historia, njerëz. Dhe imagjinoni, ju palaço, ju sklevër të lindur që gëzoni për këto, ju sklevër që su ka të radha, do vi radha, po ju jeni sklevër dhe nuk i keni problem që mund të jetoni edhe në burg, mund të jetoni në ku doni, sepse e shmbush ky vend me sklevër si ju. Prandaj ndodh kjo punë që Edi Rama shkel lirit dhe drejtat e njeriut. Sepse sklevrit si ju e mbajnë Edi Rama në pushtet. Dakord? Po ju a them këtë? Kjo është e vërteta. Hajde, mirupafshim.